Na kanë hutuar dhe kemi harruar Allahun Azza wa Jall. Kemi harruar se do të dalim në ditën më të nxehtë, që kur Allahu Azza wa Jall ka krijuar tokën dhe ka kurtisur tokën, do të qëndrojsh para Allahut Azza wa Jall, yawma yaqumu an-nasu li rabbil alamin. Thot Allahu Azza wa Jall për atë ditë do të qëndrojnë njerëzit para Zotit të Madh, Zotit të botrave. Këtë ditë o vëllezër ne e kemi harruar apo e harrojmë shpesh. Nga se na mashtrojnë bukuritë e dunjas, na mashtrojnë ambienti i kësaj dunjas. Mirë po, shumë prej vëllezërve dhe motrat tonë ndoshta nuk e kanë këtë komoditet të cilin ne e kemi. Pra kujtoni juve vëllezërit dhe motrat tona të cilët janë në Palestinë dhe Gaza, a e kanë këtë komoditet? A e kanë këtë rahati që të mblidhen dhe ta kujtojnë Allahun Azza wa Jall në xhami? Megjithatë ata i gjenë të fortë dhe i gjenë stabil dhe i gjenë të vendosur në rrugën e Allahut Azza wa Jall dhe nuk pranojnë që të largohen prej vendeve të tyre me gjithë mundimit dhe vuajtjeve të cilët ata i shijojnë. Ata shumë ndoshta kanë dëshirë të mblidhen në një ambient si ky, me klima. Dhe shumë kanë dëshirë ndoshta të dëgjojnë prej hoxhallarëve të tyre, prej dietarëve dhe hoxhallarëve të tyre, mirë po nuk e kanë atë mundësi. Allahu Azza wa Jall tash për tash është duke i privuar dhe duke i testuar. Ty edhe mua Allahu Azza wa Jall na ka mundsuar. E pse ne nuk i përgjigjemi thirrjeve ku Allahu Azza wa Jall është i kënaqur që të prezantohet në ato vende? Pse ne nuk i përgjigjemi? Vallë çka na largon? Cili është sebebi? Një kafe në kafene apo një darkë në restorant? Po kjo nuk do të vazhdojë 3 ditë. Kjo do të jetë 1 orë e gjysmë dhe je në kopsh prej kopshteve të xhenetit. Je në mëshirën e Allahut Azza wa Jall, je i rrethekuar me melek, megjithatë zemra jote e vrazhd. Nuk ka mundësi që pas namazit të qëndron dhe qohet me njëherë dhe del prej xhamisë, sikurse ka ardhur me zord në xhami. O ju vëllezër, qëndroni pas namazit, qëndroni dhe përmendni Allahun Azza wa Jall. Së paku 33 herë subhanallah, 33 herë alhamdulillah, 33 herë Allahu akbar dhe përfundoni me la ilaha illa Allahu wahdahu la sharika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli shay'in qadir. Tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam se i shlyhen të gjitha gjunahet, edhe nëse janë sa shkumba e detit.